Miqtë mi, ju falenderoj që jeni sërish me ne në programin Dashuria Shërben. Sot jam me një tjetër mik, jemi përsëri me miqt nga Juglindja e Shqipërisë. Aty duket sikur Zoti po bën një punë të mrekullueshme. Dhe do të flasim sot për punën në komunitet dhe në Korç. Organizata juaj po sjell ndryshim real dhe shpresë në shumë njerëz që kanë më shumë nevojë. Jam shumë mirënjohëse që jemi në studio. Është pastor Olti Drapo nga kisha Mëshirë pa kufi në Korç. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe për fjalët shumë të mira, edhe inkurajuese. Por unë do të thoya njerëz edhe më së të vërteta, po Zoti është duke bërë një punë në komunitetin në Korç, edhe patjetër më së shumti dhe veçanërisht përmes kishës së tij. Është gjithmonë më inkurajon kur kisha nuk është brenda vetes vetëm duke u marrë me problemet apo me nevojat që ka brenda, por është në komunitet, se ky është edhe shembulli i Zotit ton. Ai shërbeu, ai ishte jashtë. Çfarë ju frymëzon ju në këtë punën tuaj? Zoti, Krishti, dashuria që në fakt Krishti tregoi ndërsa erdhi, jetoi, shërbeu, mësoi, predikoi, deshi, shëroi, çliroi. Ky është modeli. Ajo që ne bëjmë në të përditshmen e jetës të shërbesës tonë, Mëshirë pa kufi, është tregojmë dashurinë e Zotit, patjetër me fjalë, përmes ungjillit, lajmit të mirë, por në të njëjtën kohë edhe me vepra, me punë praktike, duke qenë pranë atyre që kanë më tepër nevojë. Dhe kjo në fakt është pjesë e veçantë e thirrjes dhe vizionit që Zoti i ka dhënë kësaj shërbese, që unë, bashkëshortja dhe plot miq të tjerë janë tashmë të angazhuar. Dhe është pikërisht zemra për ata që janë më të lënë pas dore, më të braktisur, që për arsye nga më të ndryshmet në jetë mund të ndodhen sot në momente kritike, qoftë fizikisht, qoftë emocionalisht, qoftë ekonomikisht, pothuajse në çdo dimension. Si e filluat juve këtë shërbesë? Sepse unë fakt kur kam mësuar më shumë për shërbesën tuaj në Korç, është një numër i madh shërbesash, është shumë impenjim, është edhe shumë kosto. Thjesht për të gjithë dëgjuesit tanë, që ndoshta edhe si unë mund ta kenë marrë të informacione, tërko pak si filluat, me njerë kështu filluat bum, me të tëra gjërat një herësh, si erdhi në ju personalisht si drejtues, kjo dëshira për të shërbyer, edhe si keni filluar? Kemi nisur patjetër, ka qenë një nga ato shumë fillime të vogla. Unë besoj si shumë të tjerë, por me të njëjtën zemër të Krishtit, që ndërsa ne e patëm njohur Krishtin, edhe dashurinë e tij dhe zemrën për të humburit dhe për ata që kanë më tepër nevojë, nuk i rezistuam dot. Në fakt ne kemi filluar bashkë me Danielën, bashkëshorten, në vitin 2017. Mund ta thoni me siguri, mund ta dini me siguri se për çfarë Zoti ishte duke na thirrur. Dhe bashkë me disa miq të tjerë nisëm një shërbesë, fillimisht lutje, takimit të përbashkët, dhe të parit se si ne mund të ishim pranë atyre njerëzve që tashmë i njinim, sepse një pjesë të mirë të njerëzve me të cilët ne nisëm të shërbenim, tashmë i njinim situatat, njinim rrethanat, njinim vështirësitë, njinim sfidat. Kjo edhe për shkak të përvojave të mëparshme të punës, qoftë të mia, qoftë të Danielës apo disa njerëzve që ishin fillimisht pranë nesh. Dhe kemi nisur eksaktësisht në këtë mënyrë. 4 njerëz që uleshin për të lutur, që pastaj u bën 5 dhe 6, dhe që pastaj si pjesë atyre lidhjeve, unë do t'i quaja lidhje ynore që Perëndia vendos mes njerëzish, pavarësisht ku këta njerëz ndodhen në çfarëdo lloj cepi të botës, ne nisëm të siguronim me hirin e Zotit një sasi ndihmash në veshje, këpucë, shtresa për shtëpinë. Dhe kështu filloi kjo pjesa e punës dhe e shërbesës të ndarjes lajmit mirë të ungjillit, pra kisha, shërbesa e fjalës, frymës dhe ndarjes lajmit mirë,
bashkë dhe paralelisht me shërbesën e ndihmës për njerëzit më në nevojë. Në të njëjtën kohë, për shkak të disa përvojave të mira ndërveprimi dhe bashkëpunimi me autoritetet lokale në Korçë, për një arsye apo një tjetër, ndoshta duke njohur këtë zemër që ti nuk e fshet dot, por në biseda formale, informale e shpreh dhe e tregon dhe e shfaq, ose të paktën ne këtë kemi zgjedhur që të bëjmë. Na u kërkua prej bashkisë që të shihni mundësinë e një bashkëpunimi për të rehabilituar dhe për të sjell bashkë me një lloj rehabilitimi fizik një shërbes në atë kohë u quajt, ose termi që u pat përdorur ishte një shërbes që do të sillte transformim në jetën e njerëzve. Dhe në bisedat në një prej bisedave më të para, në fakt nuk kam qenë në atë bisedë, ka qenë Daniela, me dy fjalë reagimi dhe shpjegimi, përgjigja dhe bashkë me këtë dhe kërkesa ka qenë po ne duam të bëjmë, zemra jonë është për të bërë, për të sjell transformim, ne duam të bëjmë këtë që jemi duke folur, por nëse duam të shojmë transformim, ka vetëm një që mund të sjellë transformim të vërtet jetësh, dhe ky është Krishti. Që do të thotë, nëse duam të sjellim transformim, nuk do të mjaftonte të ndihmuarit me veshje, nuk do të mjaftonte një vakt ushqimor apo as shumë të tilla, por këto bashk me Krishtin, me njohjen e Krishtit dhe me të jetuarit me Krishtin, edhe sipas fjalës të Krishtit. A mund ta tregosh për disa nga shërbesat që juve keni? Janë disa prej tyre, do që të preknim secilën. Shërbesa jonë kryesore, sikurse ndava pak më përpara, shërbesa e kishës. Dhe paralelisht me këtë, shërbesa e ndihmës për njerëzit në nevojë. Në vitin 2019, në vitin 2018 në fakt, ne nisëm ngritjen e një qendre komunitare, që është qendra komunitare Mercy House në Korçë. Është një partneritet edhe me pushtetin vendor atje. Është një godinë në pronësi të bashkisë, e cila u rehabilitua prej nesh me hirin e Zotit. Dhe shërbesa e qendrës komunitare konsiston në ofrimin e vakteve ushqimore për persona që janë në situatë rruge, apo që jetojnë të vetmuar, apo që për arsye të ndryshme, në disa raste edhe për shkak të kufizimeve të shëndetit apo kufizime të ndonjë natyre tjetër fizike, nuk mund të përkujdesen për veten mjaftueshëm në terma të ushqyerjes. Kjo është njëri aspekt. Një pjesë tjetër e aktivitetit të qendrës komunitare është ofrimi i shërbimeve të higjienës personale, pra krijimi mundësive për persona që përsëri nuk e kanë mundësinë, ose sepse jetojnë në situata varfërie të skajshme, ose sepse jetojnë në situatë rruge, ose sepse kanë të ardhurat pa mjaftueshme për të përballuar që të kenë brenda shtëpisë së tyre të mund të bëjnë një dush. Pra kemi këto shërbime higjiene, dhe bashkë me këto ne ofrojmë veshmbathje, këpucë, gjithçka që nevojitet që dikush të jetë plotësisht i veshur. Në thelb të gjithë të kësaj dhe në zemër të kësaj është që të mund të kontribojmë disi që dikush që për një arsye apo një tjetër mund të gjendet sot në një situatë jo më të mirën e mundshme, të kontribojmë disi që të rikthehet dinjiteti njerëzor, të rikthehet ai lloj dhe ajo masë dinjiteti ashtu si Perëndia e ka krijuar. Të jetë i ushqyer, të ndihet i pastër, dhe të jetë i veshur. Dhe bashkë me këtë, patjetër ajo që ne bëjmë është që përpiqemi, patjetër në liri të plotë zgjedhje për çdo person që merr shërbime nga qendra komunitare, të ndajmë edhe ungjillin. Është me vërtet shumë inkurajuese për mua se si ne shikojmë tek shërbesa juaj që ajo që ne flasim, fjalët tona, janë njësh me veprimin. Se ndonjëherë veprimet janë ato që flasin edhe më shumë se sa fjalët që ne flasim. Kështu që më inkurajon shumë kjo.
Edhe përveç saj keni disa shërbesa të tjera, përveç kësaj shërbese. Po, në fakt një herësh kjo që do të përmend tani, që është në fakt është një fermë sociale, quhet ferma sociale Ararat, është pse keni vënë këtë emër? Se u bëra shumë kurioze, edhe thash ta marr vesh këtë. Kemi vënë këtë emër që njerëzit bëhen kurioz. Okej. Edhe na pëlqen kur njerëzit bëhen kurioz sepse është një mundësi për të po, është një mundësi për të bërë pyetje, po sepse mund të japim përgjigje që kontribuojnë atë që ne duam që të ndajmë. Ararat në fakt është emri i malit në të cilin ndaloi arka e Noës pas përmbytjes së madhe. Edhe prej andej gjithçka rifilloi nga e para, edhe jeta vazhdoi bashkë me premtimin e Perëndisë që nuk do ta përmbyste më tokën, dhe kur po thoja jo vetëm me shaka, në fakt është e vërtet, na pëlqen kur e themi dhe njerëzit pyesin po pse Ararat, është sepse mund t'i themi kujdo që po mendoja. Po. E kemi shqip, është kështu. Ky është kuptimi, po mendoja se cila është arsyeja. Është emri i malit ku qëndroi arka e Noës, dhe bashkë me këtë ne mund të tregojmë pak nga historia, dhe bashkë me këtë pak nga historia mund t'i themi kujdo që pyet, që ka gjithmonë shpresë, edhe Zoti është besnik. Amen. Edhe ka gjithmonë mundësi për një fillim të ri. Edhe kudo ku. Edhe mbasa kaq ka nevojë të dëgjoj dikush. Po. Që ka shpresë të mund ta fillosh nga e para. Po. Qëllimi në fakt i fermës është një herësh që njerëzit mund ta shohin, ta dëshmojnë, dhe ne mund t'ju tregojmë bukurinë e krijimit të Zotit. Një tjetër qëllim është persona që kanë vështirësi të kenë akses në tregun e punës, ose për shkak të mungesës të kualifikimit, ose për shkak të mungesës së edukimit, dhe shumë prej njerëzve me të cilët ne punojmë mund të kenë vështirësi të tilla, të kenë mundësi angazhimi, të kenë mundësi punësimi, të kenë mundësi për tu përfshirë. Një tjetër qëllim i fermës është që persona nga komuniteti, jo vetëm nga komuniteti i kishës apo i kishave, pra komuniteti i krishterë, mund të vinë të kalojnë një kohë në natyrë, duke u marrë pak me tokën, veçanërisht për fëmijët, për të kuptuar se si gjërat funksionojnë, në një kohë kur duket sikur është prishur pak të kuptuarit për rendin e çfarë ndodh dhe si gjërat ndodhin si ndodhin në natyrë, apo si janë krijuar që të ndodhin. Kështu që duam është gjithashtu një qëllim më pikërisht ky, pra që të jetë një hapësirë për njerëzit që të kalojnë kohë, të mësojnë. E kuptoj. Edhe përveç kësaj, produktet e fermës ju i përdorni qoftë në shërbesën tuaj, mund të dalin ato në treg për të mbështetur më shumë financiarisht apo? Ende jo. Qëllimi për momentin, pra njëra është ky aspekti çfarë ne mund të tregojmë përmes edhe mundësitë që japim për persona që kanë një lloj interesi apo nevoje, sikurse e përmenda, për persona që mund të angazhohen për të punuar atje. Një tjetër është qëllimi i fermës është të jetë një lloj ekonomie ndihmëse për qendrën komunitare. Pra duke siguruar një pjesë të ushqimeve që përpunohen apo shërbehen në qendrën komunitare, si pjesë e ushqimit për njerëzit. Në terma afatgjat, po, është pjesë e vizionit është që ajo të mund të jetë vetë mjaftueshme, të mund të eci, të zhvillohet, edhe pse jo edhe të kontribuojnë edhe financiarisht tek shërbesa, por duket që është ende errët. Mënyra modeli si është ndërtuar është një kombinim mes aktivitetit bregtoral dhe atij. Kuptoj. Na ndihmo pak që të kuptojmë sa vetë mbështeten, sa vetë ndihmohen realisht përmes punës me mencën apo me kujdesen higjen, qoftë edhe përmes fermës, sa veta pak a shumë, apo sa familje janë të ndikuara. Qendra komunitare i shërben më shumë se sa 100 familjeve sot që flasim. E kombinuar kjo mes mbështetjes me ushqim, mbështetjes me veshmbathje pranë qendrës, shërbimeve të higjienës dhe personave që angazhohen me punë në fermë apo që janë vetëm përfitues duke kaluar një kohë aty
dhe duke u marrë me diçka për të dalë disi nga rutina e përditshme. Pra janë më shumë se sa 100 familje aktualisht përfitues. Edhe a mund të na tregosh ndonjë nga ato që të kuptojnë pak më shumë këto familjet, nevojën që kanë? Mund të tregosh ndonjë histori të këtyre familjeve përfituese? Sigurisht që ne nuk duam ta nderojmë çdo person, jemi mirënjohës që kemi mundësi në një moment të jetës së tyre që kisha e Zotit është aty për t'i mbështetur, kështu që nuk duam të tregojmë asnjë historie për të ulur as kënd poshtë, por thjesht për të kuptuar pak më mirë për dëgjuesit. Ka plot histori, shumë prej tyre shumë të ngjashme njëra me tjetrën për shkak të se mund të kalojnë edhe në një periudhë tranzitore, një familje, ndoshta të humbjes së njëri nga bashkëshortët ose një situatë shëndetësore që rrezon financiarisht ose humbjes së punës. Do ndaloj vetëm në një kategori. Për një arsye apo një tjetër, ndodh që sot të angazhuar në qendrën komunitare, përfitues të qendrës komunitare, por gjithashtu së fundmi të angazhuar dhe në jetën e bashkësisë dhe të kishës, ne kemi një numër të konsiderueshëm grash të veja. Jo domosdoshmërisht në kushte varfërie, por në vetëm mbase ndoshta ne jemi takuar në momente vështirësie për shkak të mbeturit vetëm, ose sepse bashkëshorti sapo ka qenë ndarë nga jeta, ose sepse paralelisht me këtë fëmijët kanë qenë larg, sikurse është një numër i konsiderueshëm i grave, po dhe burrave me të cilët qendra komunitare është duke punuar në këtë kohë. Ndoshta nuk mund të hyj në shumë detaje edhe pse ka plot të tilla, por një tipar që unë shoh, një gjë që shoh që është duke ndodhur vazhdimisht edhe ne japim lavdi Perëndis për këtë, është që pothuajse të gjitha këto gra të veja, nga momenti që janë takuar, nëse kanë ardhur si përfituese të qendrës komunitare, apo janë afruar edhe për të ndihmuar disi në kërkim të diçkaje që t'i risillte vlerë jetës së tyre, tashmë janë shtylla të asaj shërbese. Janë shtylla ta kanë kuptuar të që kam shumë vlerë. Besoj që po, besoj që jeta e tyre ka rigjetur vlerë të vërtet dhe qëllim të vërtet, dhe duket se këte e shohin më së shumti jo në çfarë marrin, por në çfarë mund të japin për të tjerë. Qoftë në situata të ngjashme me atë që këto gra mund të kenë kaluar, qoftë në situata të një natyre tjetër. Shërbesa jonë është më së shumti një shërbesë e ndërtuar mbi angazhim vullnetar. Shumica e njerëzve sot ne janë më shumë se sa 20 vullnetar të angazhuar, dhe shumica e tyre janë në moshë madhore, duke shkuar deri në gati 80 deri në gati 80 vjet, dhe janë persona që ndihmojnë për të shërbyer në qendrën komunitare, që ofrojnë ushqim apo ndihmojnë për të kujdesur për dikë që ka nevojë në një moment të flasi, apo ka prej këtyre grave të veja që marrin kohë për të lutur bashkë me njerëz edhe për të çuar përpara Zotit çështje të caktuara dhe për të sjellë ngushëllim, dhe disa prej tyre gjithashtu në mënyrë praktike duke punuar për shembull në kopshtin e fermës Ararat për të prodhuar ato perimet që pastaj do t'i shkojnë qendrës komunitare. Ajo që unë shoh është pikërisht kjo, me shumë gëzim, edhe duke i dhënë lavdi Perëndis për pikërisht për këtë lloj vlere të vërtet që këto gra dhe burra kanë gjetur tashmë përmes kësaj shërbese, për veten e tyre, por edhe për të tjerët, për të afërmin. Më inkurajon shumë kjo që thua, sepse këtë dëgjoj shumë shpesh ndërsa komunikoj qoftë me drejtues kishesh apo organizata, që është shumë e vështirë që të kesh vullnetar, sepse njerëzit janë shumë të zënë, ose nuk e nuk e shikojnë më, ose kanë një lloj mendimi pak negativ për vullnetarizmin, kryesisht për shkak të atyre që kanë qenë në komunizëm për një kohë gjatë, dhe ajo është keq përdorur si fjalë. Kështu që më vjen shumë dhe nuk e di si motivoni ju këta njerëz, si bëni që këta të vazhdojnë të shërbejnë, sepse nuk është kërkoni impenjim që të kujdesesh për ata njerëz që kanë nevojë, sepse ndoshta
më shumë se sa ajo pjata e ushqimit që ata do han, ka nevojë që të flasin me dikë, mbas ajo është gjëja më e rëndësishme, ushqimi shpirtëror ose kujdesi mendor është mbase më e rëndësishëm se sa ai ushqimi që u marrin apo veshët që po ato veshin. Dhe kjo është konsumuesa si në kohë kanë fjalën çdo kohë. Nuk jam i sigurt nëse kam një përgjigje të plot për këtë, por patjetër po se 20 vullnetar është një përgjigje. E konsiderueshme. Me siguri një nga mënyrat është përmes fjalës të Perëndis. Dhe një mënyrë tjetër që unë kam parë, dhe kjo nuk ka qenë absolutisht e qëllimshme, por sot unë mund ta shoh ndërsa kthej kokën mbrapa, është përmes shembullit dhe modelit që ti krijon. Besoj që ndërsa, sidomos në shërbesën pastorale, pa dashur të mësoj thjesht ndaj nga zemra atë që besoj dhe kam parë dhe kuptoj, shumë i rëndësishëm të drejtuarit përmes shembullit në shërbim, përmes të shërbyerit i pari, përmes të larit këmbët, kujdo, përmes të bërit çfarë është për të bërë bashkë me njerëzit, dhe nëse nuk ka njerëz të qëndruarit për ta bërë dhe të duruarit, sepse mund të jetë lehtë që të humbasi durimi, ndonjëherë edhe zelli, edhe zjarri i fillimit, por të rezistuarit, të qëndruarit me durim. Apostulli Paul thoshte, mendoni atë që duroi, që është Krishti, të gjitha këto, kështu që ne nuk na duhet të durojmë kaq shumë, por besoj shembulli dhe të jetuarit bashkë me njerëzit është vendimtare në të krijuarit një kulturë të shërbyerit, një zemër të shërbyerit, një mënyrë të jetuari në shërbim, por dhe të ruajturit dhe të mbajturit motivimin. Dhe patjetër që me kohën ti kupton që të duhet qëllimshmëri dhe të duhet të gjesh mënyra edhe në praktik, patjetër, dhe ne përpiqemi me urtësi nga Zoti që të gjejmë dhe të zhvillojmë mënyra se si njerëzit të jenë më të motivuar, por besoj gjithashtu një anë tjetër e rëndësishme është fakti që në këtë lloj shërbese, edhe pse frytet mund të shohësh ngadalë, ajo që shikon nuk të le të pa ndikuar, që do të thotë vullnetarët, njerëzit që janë duke ecur krah nesh, apo ata krah të cilëve ne jemi duke ecur, shohin në të përditshme shumë, shohin nevojë shumë në njerëzit me të cilët ne jetojmë dhe shërbejmë çdo ditë, por shohin dhe ndryshim shumë. Edhe aty ku boshllëku është i madh, ku humbja është e madhe, edhe ndryshimi shpeshherë shumë i vogël duket zëvend, ka ndikim. Dhe ne këtë e kemi parë, lavdi Perëndis, dhe kjo besoj që i mbush dhe i rimbush zemrat tona dhe të motrave dhe vëllezërve të tjerë në kish, me gëzim edhe me zell për të vazhduar për të shërbyer. Edhe unë tani që jemi nga fundi i bisedës, të doja të të pyesja çfarë mesazhi do kishe për ata që na ndjekin në këtë momente, si mund të kontribuojnë edhe ata, ose më mirë mund ta nisim që çfarë ju motivon ju, se kjo është një punë që kërkon shumë angazhim, është shumë punë. Dhe çfarë ju motivon ju, si arrini juve ta bëni këtë, dhe çfarë mesazh do kisha për ata që na ndjekin, si mund të kontribuojnë edhe ata vetë, aty ku janë, në komunitetin ku janë. Ka një mund të flisja shumë për këtë. Po fol shumë, se ta kam lënë të gjithë minutazhin, tani fol, se i duam të gjitha. Por do përpiqem të fokusohem vetëm në një pjesë. Ka një është një prej historive më të bukura sipas meje, edhe pse nuk ka jo të bukur në Bibël. Do me thënë se njerësh, dhe që ne na ka folur shumë në jetën tonë personale, mua dhe bashkëshortes Danieles, në shërbesën tonë pastorale dhe në shërbesën më gjerë. Dhe këtë jemi përpjekur që ta ndajmë thjesht edhe hapur me të gjithë njerëzit
rreth e rrotull nesh, ndërkohë që këta njerëz kanë ardhur duke u shtuar dhe të inkurajohemi dhe të nxitemi nga njëjta histori. Dhe është historia e 5 bukëve dhe 2 peshqve. Në fakt, në mënyrë simbolike, në stemën e fondacionit ton, logon e fondacionit ton, janë bukët dhe peshqit. Në fakt është gjithashtu kryqi dhe zjarri i frymës, por që janë në themelin e shërbesës mëshirë pa kufi, por është kjo histori e 5 bukëve dhe 2 peshqve, dhe ne dim se si përballë turmave, me dishepujt të shqetësuar, të merakosur, ndoshta të dekurajuar se si do bënin që këta njerëz të hanin, të ushqeheshin, Jezusi i mëson dhe njëherë është bën të mundur që kjo të ndodhte, që ajo që pritej të ndodhte me shqetësim të ndodhte. Ajo që unë do t'i thoja kujdo, dhe ne shohim që në fakt 5.000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët, në thuhet në shkrimin e shenjtë, hengrën dhe tepruan 12 kosha, dhe akoma më interesante për të cilat Jezusi i porosit dishepujt e tij që ti mbledhin. Do t'i thoja kujdo ti shohë ato 5 bukë dhe 2 peshq që ka para vetes së vet. Ato 5 bukë dhe 2 peshq që tashmë janë aty. Unë e di me siguri që për cilin do që është tashmë në shërbes, që i ka duart në parmend, që ka zgjedhur të shërbej Zotit, që të shpalli lajmin e mirë, me siguri ato 5 bukë dhe 2 peshq janë atje. Dorëzoja Krishtit, lërë që ai ta bekoj, dhe lërë që kjo të shumë fishohet, dhe lërë që të mjaftoj, madje edhe të teproj për çdo lloj nevoje rreth e rrotull teje. Dhe unë do thoja, nuk ka nevojë të shikojmë tepër larg, mendoj që është një kohë për të parë ata që kemi rrotull, sepse shpeshherë ne mund të duam, dhe kjo është legjitime dhe është e drejtë, edhe e bukur disa herë. Ne mund të ndërojmë, të shpresojmë apo të duam të arrijmë skajet, ndërkohë që Zoti na ka vendosur tani në këtë kohë në një vend të caktuar, me njerëz rreth e rrotull nesh. Ky është territori ku Perëndia na ka vendosur. Kjo është koha më e mirë, ky është vendi më i mirë, dhe ajo që mua më duhet përpara se të pres një vend të përsosur, një kohë të përsosur, një mas të përsosur bekimi, ndonjëherë edhe njerëz të përsosur e të rrotull vetesh, është kjo, nuk ka një tjetër më të mirë. Unë do të thoja, ne kemi bërë këtë, kemi marrë atë që kishim, këto 5 bukë dhe 2 peshq, dhe këtë gjithmonë kemi përsëritur të njëjtën gjë. Kemi zgjedhur që t'ia dorëzojmë Perëndis, e kemi tërhequr veten tonë duke thënë nuk është as me forcën dhe as me fuqinë tonë dhe nuk mund të jetë, por është me anë të frymës së Zotit. Ja kemi lënë Perëndis dhe kemi parë Perëndin që të shumë fishoj frytin e besnikërisë. Këtë do të kjo na ka inkurajuar ne. Dhe tjetra në vazhdim të kësaj, po pjesë prej së njëjtës histori që për ne gjithashtu është e vlefshme, është të qeverisurit me kujdes. Në Korçarët themi me një koqërllëk. Ju e keni në gjakte një koqërllëkun. Unë besoj çdo fëmijë Perëndie e ka këtë, dhe rritet në këtë ditë pas dite, kohë pas kohe. Por ne shohim se si Jezusi porosit dishepujt e tij që të mbledhin atë që teproi. Asgjë nuk mund të shkonte kot, asgjë nuk duhet të shkonte kot, asgjë nuk kishte pse të shkonte kot. Dhe unë besoj që ka shumë sot rreth nesh, pranë nesh, që nuk duhet shkoj kot. Mund të jenë njerëz krah nesh, dhunti në njerëz, mund të jenë financa, mund të jenë çdo lloj burimi tjetër që Zoti mund të ketë siguruar dhe ka vendosur atë rrotull nesh, meriton qeverisje besnike, edhe të urtë, të mençur.
Besoj të dy janë të rëndësishme. Për këtë do të vish një herë tjetër në program edhe të flasim, sepse jam shumë serioze me këtë, sepse mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme të planifikuarit edhe të administruarit mirë, dhe ne jo gjithmonë e bëjmë. Po të falenderoj shumë, të pres një herë tjetër të flasim, të përgatitesh mirë për program, do flasim për këtë temën, do kisha shumë dëshirë, se e shikoj që është një lloj boshllëku që ka nevojë. Po, me shumë dëshirë. Nuk e di nëse unë nuk mendoj që kam ndonjë ekspertizë në këtë, por besoj që Zoti ka plot për të na treguar për këtë, patjetër përvojat e jetës, përvojat e punës dhe përvojat në shërbes, ne na ka treguar shumë. Në fakt, nuk jam i sigurt nëse ndava në fillim, por një aspekt i rëndësishëm i yni në shërbes, pjesë e vizionit që Zoti na ka dhënë, është të përpiqemi të jemi dhe shpresoj që kjo të mos jetë e keq kuptuar, të gjithçka që bëjmë një herë është të kontribuojë tek misioni që ne kemi, të arrijë njerëzit, por gjithashtu të mbaj veten e vet. Po. Nga ana financiare, se këto shërbesa që po bëni ju, sepse natyr, faktikisht janë shërbesa që kanë kosto financiare, prandaj dhe shumë janë të trembur. Edhe kanë dhe duan shumë punë, është. Eksakt. Po. Por për ne kjo ka qenë e rëndësishme dhe bashkë me këtë vjen edhe nevoja për mirëqeverisje. Por për ne ka qenë e rëndësishme jo më kot edhe disa prej projekteve që ne kemi nisur në fakt kontribuojnë tek kjo, ndërkohë që ne shërbemi jemi përpjekur që përmes të vetë financojmë një pjesë, të sigurojmë një bazë vetë financimi, qoftë përmes fermës në natyrë, pra me bazë ushqimore për qendrën komunitare si një ekonomi ndihmëse, qoftë përmes një aktiviteti tjetër paralel të shërbesës, që është një aktivitet tërësisht ekonomik dhe patjetër i ligjshëm dhe i ligjëruar, që ndihmon ndjeshëm për të mos thënë më së mjaftueshëm për të mbështetur shërbesën, planet e shërbesës për të ardhmen, pra atë që po ndodh sot, edhe për të përmbushur nevojat e sotme, po dhe për të parashikuar për të ardhmen. Faleminderit shumë për bisedën, ishte kënaqësi. Faleminderit për shërbesën tuaj, faleminderit për punën tuaj. Që keni zgjedhur, se ne gjithë bëjmë zgjedhje, keni zgjedhur që t'jeni dora e Perëndis, aty ku ai ju ka vendosur. Dhe faleminderit që ndat këtë. Gjithë ne dhe lutem e shpresoj që t'jeni për frymëzim edhe t'jeni frymëzim për ata që na ndjekin sot, për të sjellë një ndryshim aty ku Perëndia na ka vendosur. Faleminderit juve gjithashtu. Në fakt edhe unë shpresoj dhe lutem që sadopak qoftë edhe një copës e vogël nga kjo bisede, nga çfarë unë kam ndarë sot nga zemra dhe nga ajo që Zoti është duke bërë në ne, me ne, por edhe nëpërmjet nesh, lutem vërtet që ti ketë folur dikujt. Shumë faleminderit. Edhe jeni të mirëpritur gjithmonë. Faleminderit juve.